Shyrete Beluli prek publikun me reagimin e saj për vdekjen e Shpat Kasapit. Trishtim dhe lot në skenën muzikore shqiptare pasi lajmi për vdekjen e papritur të këngëtarit Shpat Kasapi ka tronditur publikun, kolegë dhe ardashësit. Midis figurave që reaguan me dhimbje të thellë ishte edhe këngëtarja e madhe e muzikës popullore Shyrete Beluli, e cila ndani një mesazh të shkurtër, por tejet emocional. Në Instastoryn e saj Shyretja publikoi fotografinë duke shkruar: "Sot skenës ju shua një yll, ngushëllim i familjes." Reagimi i saj i qetë, i dhemshur dhe plot respekt ka prekur publikun duke pasqyruar humbjen e një artisti që kishte lënë gjuhën në muzikën moderne shqiptare. Pa shumë fjalë, por me shumë ndjesi, ajo shprehu dhimbjen e një kolegje që e ka njohur dhe vlerësuar Shpatin si artist dhe si njeri. Humbja e tij në një moshë kaq të re ka mbledhur rreth vetes dhimbjen e një publiku të tërë, ndërsa reagimet se ai Shyretës po e bëjnë edhe më të ndjerë këtë moment të rënd në skenën shqiptare.